që erdhi papritur, ashtu si edhe bombat. Edhe ashtu si edhe bombat, edhe armëpushimi erdhi po nga Donald Trump. Vetëm pak ditë pasi vend depozitat e uraniumit u shkatruan nga bombarduesit B2 dhe një show të organizuar keq me fishek zjarri iraniane mbi Katar, presidenti amerikan njoftoi se të dyja palët kishin rënë dakord për një armëpushim të menjëhershëm. Por ama gjithçka duket e çuditshme. Presidenti amerikan deklaroi armëpushimin menjëherë pasi falenderoi Iranin për njoftimin paraprak të bombardimit të bazës amerikane në Katar. Pra Irani, pasi u goditë në mënyrë vdekjeprurse nga Amerika, e ka njoftuar atë se kur dhe ku do ta sulmojë, dhe Trump e falenderon për këtë. Në fakt nuk do të ishte edhe hera e parë. Në 2019, kur presidenti amerikan Donald Trump urdhëroi vrasjen e Qasem Sulejmanit të gardës së Al-Quds, edhe atëherë Irani bëri një bombardim disa minutësh ndaj bazës së vetme amerikane në Irak. Edhe atëherë Trump falenderoi Iranin për njoftimin paraprak të bombardimit, sepse i dha kohë amerikanëve të tërheqnin marinsat, ashtu siç 2 ditë më parë ndodhi në Katar. Por çfarë luftë është kjo kur të gjithë njoftojnë para se të godasin, a thua valde Irani u njoftua nga amerikanët për sulmin. Trump duket kaq shumë në kontroll të situatës sa sot nuk vënoi të shprehë zemërimin e tij ndaj Izraelit. Presidenti amerikan tha se Netanyahu kishte bombarduar sot më shumë se kur Iranin në një sulm që ai tha se nuk i kishte pëlqyer as pak. Po ashtu kritikoi edhe Iranin për një raketë që lëshoi, por ndërkohë pasdite deklaroi se të dyja vendet kishin shprehur vullnet për paqen dhe armëpushimin dhe se ishte kënaqur se fjala e tij më në fund ishte dëgjuar. Por ndërsa amerikanët numrojnë bombat, izraelitët, viktimat dhe iranianët nxjerrin kostot e një procesi bërthamor të ndërprerë si me spat, shumë po pyesin se përse ndodhi gjitha kjo. Si ka mundësi që u arrit një paqe mes një vendi që në muret e ndërtesave ka skalitur fjalët vdekje Amerikës, dhe dy të tjerëve që o me fjalë o me vepra i rrin përballë Iranit për një çerek shekulli për uraniumin? Si ka mundësi që pasi shkojnë në pragun e një konflikti thuajse bërthamor, pastaj të gjithë putën e përqafohen sikur nuk ka ndodhur asgjë? Në fakt për Izraelin, çfarë ka ndodhur është kulmi i suksesit dhe i thellimit të dominimit jo vetëm ushtarak në një rajon ku ai është i vetmuar. Por paradoksalisht, bombardimi i siteve bërthamore duket se është një farë pikë shpëtimi dhe për ajatollahët, të cilët ishin në pikën e moskëtimit me programin e tyre bërthamor, ose do të përballeshin me sanksione, ose do të duhet të përgatisnin një bombë të cilën gjithë e dim nuk e arrinin dot. Bombat amerikane i dhanë fund bicikleti edhe për Khamenei dhe jo domosdoshmërisht duke e dëmtuar atë, pasi shumica e iranianëve gjithashtu nuk donin një siklet shtesë bërthamor për vendin e tyre. Por personi që po ngrihet në piedestal këtu është Donald Trump. Asnjë president amerikan nuk është ngritur në këtë nivel përballje me Teheranin, që nga turprimi i krizës pengjë në vitin 1979 që i kushtoi mandatin e dytë presidencial Jimmy Carter. Trump, Amerikën, nga traktati i vitit 2015 në shkruar nga Obama dhe Biden e tërhoqi pasi kundërshtoi ashpër edhe nga Izraeli. Por këto lëvizje të Trump mund të sjellin një paqe relative në një rajon me një Iran pa uranium dhe një Izrael pa kaos. Në këtë atmosferë, traktatet e famshme të Abrahamit mund të vazhdojnë dhe të firmosen, pra duke sjellë pajtime mes vendeve arabe dhe Izraelit. Dhe në këtë pikë, çfarë do ndalonte Donald Trump të merrte çmimin aq shumë të dëshiruar prej tij, siç e tha dhe sot, atë të Nobelit për paqe? Për këtë do flasim sonte në Real Story. Sikle. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në program ku do të kem shumë të ftuar me mua në studio në Enkelet Alibej. Mirëmbrëma Enkelet, deputet i Parlamentit Shqipërisë dhe mbështetës nga grupi mbështetësve të Mujahedinëve iranian në Tiranë, kemi qenë së bashku dhe në eventet e tyre dhe në Paris. Mbështetës, jo, të ta sqaroj. Jam pothuajse të gjithë deputetët e Parlamentit. Po, po, mbështetës pastaj është çështje tjetër. Tani mund ta sqarojmë tani në gjatë emisionit pastaj se si do të jetë. Shkak të Amerikës, patjetër, dhe këtë do flasim. Jo vetëm. Dhe jo vetëm, ë? Okej, kjo që ka shumë interesante. Mentor Beqja, ekspert i çështjeve ndërkombëtare, më mentor, faleminderit që më mëson më. Faleminderit për ftesën. Skënder Mençozi, ndër tjera dhe është diplomat, më Skënder. Dhe Sali Doçi, autor i programit War Update, që ka pasur shumë punë, sidomos themi 2-3 vite fundit. Mbrëma Sali. Po ndërkohë pa humbur kohë, do doja të lidhesha për arsye sigurie, do doja të lidhesha sa më shpejt dhe sa më shkurt me ambasadorën e Republikës Shqipërisë në Tel Aviv, zonjën Meri Kume. Zoja Kume, mbrëma, faleminderit që jeni me ne sot. Mbrëma, si jeni? Ne jemi mirë, juve si jeni? Sot jemi edhe në mirë. Në fakt, mëngjesin nisi shumë i vështirë. Tel Avivi u zgjua në raketa nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 7, me një shpeshtësi shumë intensive.
Më tej pati një pauzë dhe ishte paqartësia nëse armëpushimi i shpallur në ato momente do të mbajë ose jo. Nga ana e Izraelit dolën deklaratat publike që do ta respektonin, por në rast se Irani do të sulmonte, Izraeli do të vijonte sulmet. Çka dhe besoj keni ndjekur zhvillimet gjatë ditës, ndërkohë orët e vona të pasdites, ushtria izraelite deklaroi dhe gjendjen jeshile, atë që ne quajmë për sa i përket sigurisë brendshme. Kështu që nga nesër hapen shkollat dhe jeta rikthehet në normalitet. Me gjatë të merit për ty, kjo nuk është era parë gjatë tyre viteve nuk është era parë që ti përballesh me këto situata, kemi folur bashkë dhe vitet shkuara. Cili ishte ndryshimi midis temi situatave sporadike në të shkuarën dhe kësaj situatës aktuale pas fillimit të operacionit i temit të Izraelit, nga parë dhe pastaj dhe të temit të Çekanit mes natës, që i vuri dhe pikën dhe vulën të Shteteve të Bashkuara. Shpërtimet shumë të forta. Shpërtimet forta. Ishte diferenca. Ne kemi 2 vite që jetojmë dhe ushtrojmë detyrën, flas për ambasadën e Shqipërisë, po dhe gjithë diplomatët në kushte lufte. Nuk kemi qenë për, le të themi, raketat kanë qenë pjesë e përditshmërisë tonë. Të paktën një herë në 2 javë ose një herë në 3 javë, pastaj ka pas periudha më të shpeshta, ka pas periudha pak më të qeta, por gjithmonë kemi pas prezent. Ama këtë radhë, gjatë sulmit iranian 3, diferenca ishte që shpërtimet ishin shumë të forta në aspektin e zhurmës dhe ndiheshe brenda dhomave të sigurisë edhe vibrimi i derës të blinduar ose i penxhereve të blinduara në varësi të formatit të shelterit. Ishte disi më e rëndë në këtë aspekt, flas në aspektin praktik. Pra le të themi Meri, ishte luftë reale. Pra nëse nuk kishte thjesht goditje sporadike nga Hamasi apo nga temi fishek zjarre që lëshoi Irani pak muaj më parë, kësaj radhe u duk luftë e vërtetë apo jo, dhe çarja her pas here edhe të mburohej spashme të Izraelit. Kishte rëndesë politike jashtëzakonisht të madhe krahasuar me sulmet e tjera. Mere, një pyetje të fundit, se atash nuk duhet të mbaj, sepse ju thatë që ushtëria izraelite ka dhënë, IDF-ja ka dhënë dritën jeshile, pra nesër kemi rikthim normalitet, me gjatë normaliteti është një fjalë relative në atë rajon. Mendoni që ka shpresë që ky armëpushim, kjo paqe e bekuar, kërkuar, imponuar nga presidenti Trump do të qëndrojë? Dua të shpresoj që po. Gjasat janë shumë të mëdha që po. Megjithatë, siç e thatë dhe ju, rajoni është delikat dhe urojmë që mos të kemi të papriturat e tjera, jo së shpejti të paktën. Megjithatë, koha do vërtetoj. Dhe një pyetje të fundit, sigurisht aksioni i fundit edhe i vetë Izraelit, patjetër ata vulën e vun bombat e mëdha që çan temi bunkerët e uraniumit në 3 baza në Iran, por temi dominimi ushtarak i Izraelit u konfirmua, por nga ana tjetër sigurisht kjo ka sjellë një farë kohezioni midis temi edhe vendeve që janë rivale me njëri tjetrin, pra Iranit, me Arabinë Saudite, duket që vendet arabe temi kanë qenë një unison pro Iranit, pra Izraeli ka humbur territore që i kishte fituar me zor, edhe me ndihmën amerikane, me traktatet e Abrahamit, me shumë lëshime që ishin bërë nga disa vende të caktuara. Pra ishte kriza e Gazës, tani ndodhi kjo e Iranit, duke se Izraeli e ka humbur dhe më shumë mbështetjen apo se ka patur kur? Në fakt, brenda Izraelit, sulmi është parë si vetë mbrojtje, në nivele të plota, në gjithë kuptimin e fjalës, është parë gjithmonë Irani si maja e icebergut ose koka e oktapodit që mbante dhe proxys dhe grupe terroriste që rrethonin Izraelin dhe që her pas here gjendej në sulme. Kështu që në aspektin e mediatik dhe të popullatës, këtu është shënuar si arritje. Sa i takon pastaj arenës ndërkombëtare, jam e bindur që juve do të flisni gjëre gjatë në studio dhe mua do të më lejoni të ndalem këtu. E kuptova qartë. Meri Kumet, faleminderit shumë që ishit me ne sonte dhe siç e thash, shpresojmë që paqja të zjas sigurisht për rajonin, por patjetër
Në fokus janë edhe komuniteti shqiptar atë, edhe padyshim sigurisht edhe siguria e juaj edhe stafit tuaj. Faleminderit Merikumbi, ambasadori i Shqipërisë në Tel Aviv. Sali, trejat më të fundit lidhur sa i përket themi qëndrueshmërisë së këtij pakti paqe të imponuar nga Amerika, pasi e pam nga zhvillimi sot mëngjes që Izraeli u duk më agresivi, pastaj edhe Irani nuk është se raportoi, pra u përgjigj me herë më pas. Nuk e la pas, ishte sulmi 3 që ndodhi ndaj qytetit Beersheba, pikërisht atje ku Irani fillimisht deklaroi se po synonte një park teknologjik, por në fakt do diti një spital civilësh, i cili fatmirësisht ishte evakuar nga ushtria izraelite për gjatë javës shkuar. Ishte një spital i cili mund të ofronte shërbim për 1000 pacient, ishte një ndër kryesorët në jug të Izraelit. Sulmi i dytë në fakt arriti që të prekte pranë asaj që Irani e cilësoi një objekt legjitim për të shënjestruar, një park teknologjik i cili shërbente për ushtrinë izraelite pranë zyrave të kompanisë Microsoft. Ndërkohë sulmi i ditës së sotme ishte edhe sulmi me fatalitetin më të keq sa i përket këtij qyteti, i cili ishte në radarët e Iranit, e thënë kështu, pasi pati 4 viktima. Nga ana tjetër ka pasur një bombardim shumë intensiv drejt Teheranit, siç edhe vetë Donald Trump tha, unë pash bomba të cilat nuk i kisha parë kurrë nga Izraeli për të vrarë 9 persona, ku mes tyre ishte një shkencëtar bërthamor, ndërkohë që mbetën të plagosur edhe 33 persona të tjerë. E gjitha kjo më pas se situatë e cila ishte përgjatë asaj që Donald Trump tha se do të ishte një pushim që do të niste më vonë. E njoftoi në mesnatë dhe tha që duhet ketë edhe 6 orë të tjera në mënyrë që palët të përfundojnë operacionet të cilat kanë ndërnisur. Ishin dy raketa balistike që përshkallëzuan më pas Izraelin dhe tha që do të hakmerret me ministrin izraelit të mbrojtjes. Nuk reagoi Netanyahu, nuk pati një reagim, pasi siç duket dhe siç zbuluan edhe mediat më vonë, ishte telefonata e Donald Trump që e urdhëroi atë të mos ndërmerrte asnjë hap. Mentor, sigurisht është e çuditshme si deri para një 5 ditësh, 4 ditësh flisnim pothuajse, pra edhe te bombardimet amerikane ishte dyshime që mos ndoshta do prodhoi një dirty bomb nga një shpërthim i pisës, që quhet, për ta marrë për shkak të ndotjeve. Asgjë e tillë nuk ndodhi. Dhe në befas vjen ajo paqja, të mendosh se deri para 48 apo 72 orësh po flishin për luftë thuajse për ta marrë, tani po flasim jo thjesht për pushim, po flasim për një paqe afatgjat, pak po dëgjosh Donald Trump. Besoj që numri i aktorëve të përfshirë në konflikt që ishin të interesuar për mos përshkallëzimin e konfliktit ishte shumë më i madh se sa numri i aktorëve që synonin për shkallëzimin e konfliktit. Dhe këtu ishte qartë që i vetmi aktor në rajon që kishte një interes për ta përshkallëzuar konfliktin dhe për të çuar Iranin drejt ndryshimit të regjimit ishte Izraeli. Nga ana tjetër, Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin një objektiv të përcaktuar që ishte parandalimi i Iranit për të prodhuar bombën bërthamore, po ashtu Irani në çdo rast është shprehur që nuk është interesuar për ta zgjatur konfliktin, ndërkohë që gjithë aktorët e tjerë në lindjen e mesme, përfshi edhe vendet arabe, donin që ta deeskalonin konfliktin. Dhe duhet ta vendosim në një kontekst më të gjerë në fakt, në kontekstin që kishim rritur në një moment që për disa vite me radhë aktorët lokal po përpiqeshin ta integronin Iranin në kornizën e re të sigurisë në rajon. Dhe ishte pikërisht kjo luftë ajo që i ktheu hapat mbrapa. Por unë besoj që president Trump ka hedhur hapat e duhur në një vallëzim shumë kompleks në fakt. Dhe që mbërritëm në këtë thyerje të paqes. Vetëm një pyetje sa më shkurt përgjigjen. Ka pasur shumë dilema lidhur me atë, a ishte i aftë Iranit bënte një bombë bërthamore pasi deklaratat e bijve me Netanyahu kanë spaku 15 ditë që flasin, do ta bëj pas disa javësh, do ta bëj pas disa muaj. 30. Okay. Unë po ju jap një eksperiencë personale. Unë kam qenë në sepse nuk është kaq e lehtë ta bësh një bombë bërthamore, Kam qenë në Gjenevë, në një institucion shumë të rëndësishëm të sigurisë në vitin 2010. Dhe atje kishim drejtorin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Dhe në kushtet e Chatham House Rules, ne e pyetëm. Chatham House Rules për publikun është që çfarë thuhet aty mbetet aty. Pra, dhe e pyetëm, për sa kohë Irani, bëhet fjalë 15 vite përpara, për sa kohë Irani mund të prodhojë bombën bërthamore? Dhe përgjigjja ishte e çuditshme, për 6 muaj. Pra, ne kemi pothuajse 20 vjet që në pikpamje teknike Irani mund të prodhonte bombën bërthamore brenda një periudhe të shkurtër kohë. Por ka patur një ambiguitet strategjik në raport me pajisjen me armë nukleare dhe kjo duket edhe nga qëndrimi që ka patur vetë edhe Ayatollahu. Në këtë aspekt, Sokol, çfarë unë kam mësuar, kam mundur mësoj, si gazetar, por edhe si një ish diplomat. E thënë fare varfër, procesi bombës bërthamore mes 1000 komponentesh teknik shumë ndërlikuar, ndër më kryesorët ka atë të centrifugave. Pra kur ti si shtet arrin të
sigurosh një numër të tillë centrifugash, cilët e kalojnë në efekt kaskad, tash unë po shpjegoj fare thjesht, po siç ma kanë thënë po them. Në një efekt kaskad ti arrin që ta pasurosh. Pra, të marrësh një material i cili përqendrimin nuk e ka 3%, saqë ishte pak kohë më parë, por e ka në rritje deri 60 që është konstatimi i fundit për Iranin, dhe për ta çuar më tej mbi 90 që është ai uraniumi i gradës luftarake që quhet për të bërë një bombë. Po është gozha larg nga 60 në 90, nuk është pak, a? Po, vetëm se thonë procesi është më i shpejtë. Është më i shpejtë si proces dhe është më i shkurtër. Ka qenë një problem centrifugash me sa unë kam lexuar. Tani nuk dua të bëj ekspertin këtu se nuk jam. Pra lëndën e parë ishte por mekanizmi për ta patjetër, teknologjia mungonte. Për ta përshpejtuar procesin e shpërthimit teknologjia mungonte. Tani Sokol, me që jemi Jo, vetëm një shtesë, Skënder. Kam përshtypjen që Irani kishte mbërritur numrin e centrifugave të nevojshme për pasurimin në masë të uraniumit. Dhe mendohet që pavarësisht dëmtimeve që janë shkaktuar përpara se të bombardoheshin centralet, një numër i konsiderueshëm centrifugash janë fshehur në vende të paditura dhe që mund të përdoren në vijim pastaj. Edhe materiali po ashtu kështu që mbetet ende e hapur. Të patentuara me numre serial dhe dijen kush janë 3, 4, 5 shqitësit në gjithë botën. Dhe kur shqitet njëra, ndizen shumë lampa në aty ku duhet. Okej. Nëse mundem? Sokol, në esencë, unë mendoj që kjo situatë që ne kemi sot është natyrisht merit e presidentit Trump që arriti këtë armpushim, por në sfondin më të gjerë, në atë retrospektiv, është po përgjegjësia të njëjtit person. Jemi këtu për shkak të personit që quhet Donald Trump, i cili, ta themi, se e thonë gjithë. Mirë, tërhoqi Amerikën nga marrëveshja e 2015. Nuk është kaq e thjeshtë, sepse unë kam mundur Sokol të kontaktoj dhe të flas jo për këtë çështje, por në parim për kontrollet që Agjencia Atomike bënte në vendet e treta, në ato vende që ishin nën monitorim, dhe këtu futet edhe Siria, futeshin shumë vende, dhe Irani ishte një tillë, ka qenë në kuadrin e asaj marrëveshje një kontroll dhe një tutele të tillë mbi shtetin iranian, në të gjitha Plus se kishte edhe konsensusin e 5 vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit, ishte pati politikisht ishte e konsideruar. Pastaj pratikisht Irani në ndryshim nga Izraeli. Ishte një karikaturë që të tregonte bombat që lëshohet nga Izraeli dhe nga Irani dhe taksapaguesit amerikanë thonë, tot Izraeli janë me paratë tona. Ironia Sokolës duket se edhe këto nga Teherani janë prapë me paratë tona. Për themi ka pasur kontradikt shumë fort, debat shumë fort në Amerikë. Po, dhe kontradikta tjetër që është edhe më e fortë për mendimin tim është që Irani është antar i traktatit mosperhapjes. Izraeli nuk është. Irani nuk e ka bombën dhe mori gjithë ato bomba mbi vete. Izraeli e ka ndimona dhe e refuzon të thotë se e ka. Pra, do me thënë, këtu jemi një situatë që është shumë kontradiktore. Ajo marrëveshja për cilën unë fola, që është e vitit 2015, ishte kaq e detajuar, sa që sipas asaj që unë kam mësuar për procesin e kontrollit mbi vendet tilla në këtë regjim të Agjencisë Atomike, merreshin dhe veshjet, këpucët, pantoflat, gomat e makinave, të gjitha stafeve që punonin në këto vende. Pra, me sensor, kamerat gjithçka monitorohej sa përqind është këtu, sa përqind është këtu, dhe këtë e pranojnë që të gjithë sot. Nëse Irani do të ishte pasurimi uraniumit ka vazhduar, më fal. Donald nga Iran. Jo, sepse ishte i monitoruar, ishte 3%, të lutem, po e kishte parashikuar marrëveshja sa do shkonte Sokol. Ai zotëria kishte, Donald Trump kishte inat Obamën, dëgjoi dhe Netanyahu dhe nxori Amerikën nga marrëveshja. Dhe ne ndodhemi në këtë situatë sot. Unë kam qenë vetë në konferencën e AIPAC-ut famshëm, që është konferenca më e fuqishme e lobit hebre në Amerikë në mars 2014 dhe kus kishte fare lidhje Donald Trump, me thënë vërtetën. Po se nuk ishte president, është në 2016. Komplet dhe aty u prit me fshllima John Kerry dhe ndërkohë prit si hero Bibi Netanyahu. Pra temi komuniteti hebre, lobi hebre aty që është shumë i fuqishëm në Medinis, kam nevojë t'ia them unë, ishte komplet kundër dhe që dhe është ndikuesi kryesor edhe në këtë që po ndodh sot. Problemi Sokol është pse bota duhet kaloj në këtë lloj ngërçi dhe të prishej ajo marrëveshje e cila solli të krizë. Një shtesë vogël në këtë kuadër përpara se do ta pyes tek lidhjen për të shkëtyrë.
Keni parasysh që në momentin që erdhi Donald Trump si president në mandatin e parë, ishte edhe nën presionin e atyre që quhen skifterët politikës së jashtme. Dhe kishte shumë për administrata e tij ishte e mbushur me personalitete që ishin krejtësisht kundër Iranit dhe kishin lobuar për pothuajse 2 dekada John Bolton i Shtetet parë. Bashkuara të Amerikës John Bolton ishte kërcënuar me vdekjen e Iranit dhe cili pastaj Trumpi hoqi te bodyguardi. Trump e kishte premtuar gjatë fushatës elektorale në fakt që do të nxirrte Shtetet Bashkuara nga marrëveshja dhe i nxorri. Unë besoj që post factum, nëse e gjykojmë sot, ishte një gabim. Por në atë kohë kishte dyshime, pse? Sepse Izraeli, ne duhet ta kuptojmë që e sheh Iran me drejt pa drejt, kjo nuk ka rëndësi, por si perceptim, e percepton Iranin si një rrezik ekzistencial. Dhe presioni që ka patur dhe do duhet ishte pari interesuar që Irani të jetë në kontroll. Fakti që Hezbollah janë sponsorizuar zyrtarisht për Iranit dhe janë forca kryesore anti-Izrael. Marrëveshja bërthamore me Iranin thoshte neni një Irani nuk lejohet të ketë armë bërthamore. Do të them vetëm këtë gjë. Nuk është perceptim pa drejt. Neni parë thotë nuk lejohet të ketë armë bërthamore. Tani kujt më shumë se Izraelit i intereson kjo në letër. Në mos i interesofte kundërta, kjo është problemi. Ne dim nga ana tjetër që rreziku për përdor një armë bërthamore nuk është nga vende temi demokratike ku funksionojnë balancimi i pushteteve. Korea Veriut, Pakistani. Po pra, është Korea Veriut, Pakistani, Rusia, to janë vende dhe mendon se sa i shtohet Irani pastaj. Politika ndërkombëtare udhëhiqet jo nga faktet objektive në terren, por nga mënyra si leadershipi percepton këto fakte. Dhe në këtë rast, Izraeli e percepton Iranin si një kërcënim ekzistencial. Dhe natyrisht që e gjithë politika e Izraelit është ndërtuar mbi bazën e këtij perceptimi. I shtojmë këtu edhe influencën që ka Izraeli nëpërmjet instrumentave të ndryshëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi mbërritur tek dalja nga problemi është se kjo krizë dhe kjo marrëdhënie ka pas një rregullim shkresor dhe një rregullim në kuadrin e institucioneve kryesore. Po kush e rregulloi më mirë? Rregulloja letra apo rregulloja ai me ato 6 bomba? Me cilët bomba? Nuk e di. Po pse pse mos ishin fare 6 bomba dhe ishte marrëveshja? Se di. Alibej, një nga temat cilat u fol, po tani nuk flitet më, ishte presidenti Trump e ndryshon, këto ishte ndryshimi i regjimit. Pra fillimisht tha jo ndryshim regjimi, pastaj tha pse jo mos ke ndryshim regjimi. Pastaj tha unë jam për ndryshim regjimi, po nëse iranianët duan ta ndryshojnë regjimin, pse mos ta ndryshojnë? Pra le të them që ka thënë. Dhe kjo është fundi që ka thënë. Se jemi këtu brenda, nuk dihet se mund të ketë. Po mirë, dakor. Flasim më sa deri tani. Me thënë drejtën, kjo e fundit që presidenti amerikan tha, mua më zhdukur si nga lëvizjet më të mençura dhe më të vetë kufizuara. Dhe është në fakt një virtyt i madh, domethënë një drejtuesi të fuqisë botës që të ketë të lloj sensi vetë kufizimi. Si theti me ato 6 bomba, praktikisht i dha fund. Dhe unë jam me këtë që thua ti. I dha fund. Tash më thon vërtet më mirë një fund kështu se sa tash ku diun të them unë. Plotësisht dakord. Sa të presësh jo po na rren, jo po na rren, jo po na i dorëzojnë letra sa i dorëzojnë letra. Ajo që është lufta, si quhet tani, lufta 12 ditore, apo jo? Po. E kështu do të jetë, 12 ditore do të jetë. Kam përshtypjen nuk ishte thjesht luftë për ato motive të cilat u deklaruan. Duhet ta themi qartë. Luftë qytetrimesh, luftë sistemesh. Nuk ishte çështja për mua, nuk ishte çështja se sa përqind ishte aftësia për ta çuar uraniumin në 90% apo jo. Pra nuk ishte çështje fizike bërthamore. Ishte çështje se sa e disiplinuar ishte dora që do të mund ta shtypte atë buton. Dhe ajo se çfarë ndodhi në fakt ishte dhënia fund e kësaj mundësie që një dorë që është treguar në këto vite që terrorizmi nuk është se ka pasur kaq shumë distant si qasjet vet, apo jo? Ja, njësi shtet që sponsorizon terrorin. Për këtë arsye, unë e shoh në këtë mënyrë. Sigurisht dhe fakti tjetër i moshës biologjike ka me leje, dhe që të se di fare çfarë vjen tjetër më mbrapa. Për më tepër, ai ka bërë edhe ka deleguar edhe disa tek të tjerët, kam përshtypjen ka ndërtuar edhe ai njerëz të ngjashëm me veten. Kështu që ai rreziku permanent që me këtu marrëveshje që thotë Skënderi, me drejtë, do të jesh pacifist tek marrëveshjet që ndron, që lexohen pacifistë dhe Trumpi thotë do të peace through strength. Po pra, që përmes forcës. Në një tryezë bisedimesh do përfundoj gjithçka, se për ndryshe merr fund bota. Po pasi u tregua se kush është i forti. Dakor. Ani to ta rregojmë. Po. Dhe fundi që doja to janë. Nuk e di kam një përshtypje që ajo se çfarë ndodhi në këto 12 ditë ishte një ridimensionim i rendit të ri botror. E kemi folur gjithë rendi i ri botror mbas Covidit, Kina, Rusia, bla bla. Jalta e dytë. Okej.
me atë se çfarë ndodhi para 3 ditësh, më duket se u rivendos ai rendi që ishte më parë. Amerikanët treguan që janë forca ushtarake kryesore në planet. Po jo vetëm, kam përshtypjen nga ana diplomatike dhe imponimi i paqes sot. Sigurisht vetëm kaq edhe ndaj Izraelit, ëh. Pikërisht pra. Pra tregoj që jo vetëm është. Pra nuk është Izraeli që komandon mua, jam unë që dhe i ekuilibruar. Po, se u shpërhap edhe kjo ideja që ishte Izraeli që të rroqi për Në fakt nuk ishte e tillë. Pra ka treguar një gjë që i mungonte stabilitetit në botë, me thënë drejtën. Mirë, për këtu është pika ku duhet të tras në program me Medlir Memën, profesor Medlir Memën nga Ajda o Mimbroma, profesor, faleminderit që ke sërish me ne, që në ishtë që të kemi atëre, po flasim për Alibea i foli për rendin e ri botëror, i cili është vendosur pas tyre 12 ditëve. Mendimi juaj? Kjo edhe në kuadrin do zgjasë paqja apo jo, sepse aty do tregohet. Jo, thjesht. Analiza është, që sa po dëgjova që analizat ato janë pak i gabuar dhe orientuar në timin e gabuar. Së pari të luftosh një luftë me një fuqi të dorës së dytë të tretë, siç është Irani, ndosë në aspektin rajonal është një fuqi e rëndësishme, por që është degraduar për shkak të sanksioneve për vitesh, nuk do të thotë asgjë, sidomos kur kuptohet gjithashtu që edhe vetë programi bërtamor i Iranit nuk është plotësisht eliminuar. Ajo që ka ndodhur aktualisht është që kemi 3 shtete të cilët janë për momentin të kënaqur për të thënë që kanë arritur qëllimet e tyre. Shtetet e Bashkuara sigurisht duan të shkojnë në takimin e NATO-s me një lloj ndjesie që pak të kanë qetësuar pak gjakrat. Izraeli tash ka mundësinë dhe aftësinë ndoshta për të zgjidhur çështjen e Gazës, sepse po e mbyll paktën përkohësisht plagën në lidhje me Iranin. Irani ndërkohë ka dalë në deklarata dhe sot ka thënë që ne fituam luftën ndaj zionistëve, sepse ushtria jonë vjetoi, fitoi. Se përfundimisht ajo që ndodhen është disa veta sigurisht u vranë, disa general sigurisht u vranë, por përfundimisht regjimin mbijetoi. Pra kemi shumë zhurmë për diçka. Dhe çështë të flasim për pasaj edhe betejë qytetërimesh, mendoj që ndoshta e kalojmë pas debatin, diskutimin në tema komplet të tjera dhe të gabuara, sepse një gjë që duhet të kuptojmë në aspektin e zhvillimit në linjën e mesme që aty kemi një konflikt që është paleo konflikt në sensin që ajo që i nxit shtetet, ajo që i nxit ato është gjithmonë mungesa e sigurisë, ose nga një anë ose nga ana tjetër, dhe një gjë që kemi kuptuar edhe në aspektin e armëve bërtamore është që ajo në përgjithësi qetëson pak shtetet dhe regjimet sesa i bën ata edhe më agresiv nga çka qenë të kaluara. Përfshirë këtu ndoshta shikojmë dhe impaktin në lidhje me Indinë dhe Pakistanin. Kështu që mendoj që të jemi pak të kufizuar edhe në këto argumente që bëjmë me lloj. Nuk e di, nuk kam nevojë nuk kemi nevojë të egzagjerojmë. Megjithatë, Medlir, duhet thënë një gjë që kjo ideja e bjerrjes tyre konflikteve, se ti e quhet vetë paleo konflikt, pra një konflikt super i vjetër, që nis sigurisht nga historia, po nuk është më çështje historike, është çështje praktike. Bëhet fjalë, po sigurisht është çështje modelesh, ose kemi Izraelin, i cili pavarësisht se ka patur temi te kalime drejt autokratike, pra për çështjen e sistemit drejtësisë dhe tjerë, sundimi gjatë Netanyahu, por ai votohet, pra sistem demokratik. Nuk mund ta krahasosh me sistemin e Ayatollahëve apo jo. Dhe s'mund ta krahasosh as me sistemin e Arabisë Saudite, e cila po shkon drejt një procesi modernizimi, po nga lart poshtë, jo nga poshtë lart. Pra le të themi, është dhe çështje modelesh, është dhe betejë civilizimesh në fund fare. Shumë prej nesh ka një ndarje, do flasim edhe pak për këtë, ndoshta ka një ndarje në opinionin publik shqiptar, në Kosovë, Maqedoni dhe në Shqipëri, lidhur me qëndrimin e Izraelit. Pra kemi një kor politik nga Tirana në Prishtinë, patjetër edhe në Shkup që është pro Shteteve të Bashkuara dhe ndryrë, sigurisht ka poshtë ama njerëzit janë të ndarë. Pra ka që janë pro, ka që janë kundër, ka që kanë çështjen e Gazës më të rëndësishme pa me humanitare se sa çështjen gjeostrategjike të rreshtimit të Shqipërisë me perëndimin. Pra le të themi, debati është patjetër është edhe politik, është edhe sociologjik, është edhe social në fund parë, këtë nuk e shmangim dot. Le të themi një farë mënyrë Trump me mënyrën e tij, me cilën jo shumë veta janë dakord, me ndërhyrjen e fortë, një farë mënyrë i dha një drejtim gjës. Tani se ku do shkojë kjo gjë, këtë nuk e dim, po që i dha një drejtim tjetër, i dha them unë. Pastaj ku do shkojë, hajde ta flasim. Është konstatimi i fundit është plotësisht i saktë, patën në mendimin tim, nuk e gjas një pikë as një presje, që në fakt veprimet e zotit Trump më kanë surprizuar përfundimisht në mënyrë temi pozitive,
në aspektin e gjeostrategjisë, në aspektin e ndikimit temi edhe të konfliktit. Unë sa përmbarova një leksion tashmë me studentët po flisim për kauzat e luftës, pra pse luftat shkaktohen. Edhe pikërisht duke diskutuar pas edhe çështjen e Iranit. Edhe në marrëdhënie ndërkombëtare, të paktën në teoritë e marrëdhënieve ndërkombëtare, gjithmonë bëjmë një tallim midis temi kauzave ose shtysave, nxitjeve imediate të konfliktit dhe atyre të cilat janë edhe më thelbësore. Pa dakordësi, të mos dakordësi në lidhje me programin nuklear, apo në lidhje me sistemin e regjimit, apo në lidhje edhe me fen e një natyrë për një natyrë tjetër, të gjitha këto janë nxitje të imediate, por jo të përhershme të konfliktit. Këto manifestohen her pas here në kontekste të caktuara, por dhe kështu që sigurisht që duhen zgjidhur, duhen adresuar. Por përfundimisht, konflikti, pse përdora dhe fjalën palo, konflikti midis Iranit dhe Izraelit nuk ka të bëjë as me regjimin, nuk ka të bëjë as me fen, nuk ka të bëjë as me programin nuklear, ka të bëjë me faktin që në të rajon në lidhjen e mesme, gjithmonë ka një konflikt midis shteteve rajonale për të pasur, themi, një kush do të kontrollojë në farë mënyrë pushtetin dhe fuqinë pikërisht aty, kush do të vendosi dhe kush do të thotë fjalën e fundit. Këtu, atëherë, unë do të thoya që ky konflikt asnjëherë nuk zgjidhet. Është një konflikt i jetë i qëndrueshëm, do të jetë vazhdueshëm, dhe do të jetë themi diçka që në vazhdimsi do ta zgjidhë. Megjithatë duhet pyes për diçka që lidhet me presidentin Trump, po jo vetëm, lidhet me Amerikën. Unë e thash në fillim territorial, ndoshta nuk e dëgjova apo jo, që kemi marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara me Iranin janë zero që nga viti 1979, pasardhës Khomeinit nga Parisi, triumfi të revolucionit islamik dhe kapjes pengjeve në ambasadës amerikane. Pra dhe temi, kjo i kushtoi karrierën presidentit Carter, pasi humbi përballë Ronald Reagan. Pra dhe temi, nga ajo kohë tutje, temi gjëja më e mirë që kishte bërë një president amerikan është administrata Obama-Biden me marrëveshjen e 2015-s. Po kësaj radhe flasim që përfundimisht kemi një Amerikë tjetër sot përballë Iranit dhe këtu sa kredite shkojnë presidentit Trump? Jo, që president Trump thash, më ka surprizuar ndonjëherë në mënyrë negative, në një mënyrë pozitive. Menaxhimi i këtij konflikti, u tha në fakt këtu në studio, ndoshta nuk do të ishim këtu nëse ai vetë nuk do të shkaktuar një krizë temi në aspektin e diplomacisë ndërkombëtare, duke u tërhequr nga traktati. Mos harrojmë që në shkurt të këtij viti dhe në mars të këtij viti, propozimi i zotit Trump ndaj iranianëve nuk ishte shumë i largët nga ai që ishte më parshëm që ishte adresuar dhe aprovuar në administratën e zotit Obama. Kështu që nga një anë, kjo është një problem i vetë shkaktuar, i dhe vetë krijuar. Nga ana tjetër, në rrethanat aktuale ku gjendemi, ku Izraeli është i gatshëm për të vazhduar në fakt konfliktin në vazhdimsi se fiton më shumë nga vazhdimësia e konfliktit se sa nga ndelesa e tij, menaxhimi i kësaj nga zoti Trump mendoj që është pozitiv. Por me kam një parantezë këtu. Paranteza është që unë akoma besoj që për Izraelin vazhdon të jetë në interes të tyre acarimi dhe vazhdimësia e këtij konflikti me Iranin, sidomos për mbijetesën politike të zotit Netanyahu, i cili mendohet që në shtator ose në tetor do të rikërkojë rizgjedhjet e reja parlamentare për Knesetin Izraeles, në cilin kontekst atëherë atij duhet ky ngërç dhe kjo vazhdimësi temi e konfliktit midis Izraelit e Iranit. Edhe kështu që e kam pak frikë ndoshta për një acarim të situatës dhe ku pastaj edhe Shtetet Bashkuara rikthehen në rregullin e konfliktit. Megjithatë, për momentin unë mendoj që në kushtet aktuale, administrata e zotit Trump ndoshta ka menaxhuar këtë, ndoshta kam qenë kritik i tij për korsishëm, mendoj që e ka menaxhuar atë në mënyrë pozitive, ndoshta të jepje notë 8 nga 10 pikë të mundshme. Me Lir Meja, faleminderit për këtë ndërhyrje shpejt po të saktë, po të lë se e di që vazhdosh prapë me leksione të tjera, profesori shqiptar nga Aido. Faleminderit me Lir që ishe me ne sonte. Ali Bejaj, Trump e thot, po nuk e thot, pastaj e thot dhe e thot prapë. Çmimin paqe thot nuk do, çmimin Nobel paqes nuk do ma jepin kur. Po duket që synimi ti është i qartë. Puna është ai meriton apo jo? Jo, nuk është ky, themo, nuk është ky synimi, ky është një ornament që mund të vi mbas përgjegjësisë së madhe që ai ka marrë. Sepse faktikisht po kërkon të imponohet te Izraelit, ë? Ndërkohë që Izraeli kërkon ta vazhdojë konfliktin, është normale. Sigurisht, një deklaratë duhet ta bëjmë të qartë, dy ishin synimet e kësaj lufte 12 ditore. E para, të eliminohej arsenali, potenciali nuklear. Dhe dyta, të ndryshohej regjimi që ndonte Izraeli. I pari ndonin Amerikanët, të dytin Izraeli. I pari është arritur. I dyti, siç edhe Trump sa, nuk janë për ta
eksportuar, nëse populli ta ndryshojë, por nëse populli do, mund të ndodhë. Kështu që në këtë pikë i vendosi, si thonë Shkufilin, këtë thana edhe Izraelit, dhe më besoj që kjo ishte e mesmja e artë në këtë pozicion delikat që u vendos edhe vetë Shtetet Bashkuara në atë zonë. Dhe ka gjetur një zgjidhje shumë të mirë, të mençur. Prandaj them që janë surprizuar shumë deri më sot. Nesër pasaj është ditë e re, si thonë. Ta shikojmë fakti është që Trumpi është kollaj ta gjykosh nga fjalët për keq, apo të shkritik, do të shohësh aktet. Po do të shohësh vepra. Do të shohësh vepra. Kështu që këtë pikë, a e meriton deri sot që ta mbyll. A e meriton deri sot. Tymi ende nuk është davaritur. Po, ta shikojmë. Zhurmat vazhdojnë. Nuk e di çfarë do bëhet në konfliktin, se çfarë ta shikojmë sot. Dhe pastaj do duhet të marrim vesh saktësisht se çfarë ka ndodhur që nga momenti zero. Që kur themi nga momenti zero, momenti ishte sulmi preventiv i Izraelit në Iranit. Për shkak të një frike se ata e kishin bërë gjak gati, do duhet të sqarohemi. Po nuk sqarohem nga i moment, të gjithat pasaj. Po ka dhe një moment tjetër, sepse fakti duket që, ose mua si gazetar, mentor, tesh instikti, më thotë që mos ndoshta dhe Irani ka ditur kohën e goditjes? Nuk jam i sigurt për këtë, po para se të vi do vi shumë shpejt të kjo. Sipas shtypit amerikan, po. Do vi shumë shpejt të kjo pyetje. Është botuar. Në radhë parë le të sqarojmë vetëm atë çështje e sistemit ndërkombëtar, me që e kam edhe shumë merak. Natyrisht që sistemi ndërkombëtar, ai që ishte, ka shkuar i përket historisë dhe nuk rikthehet më, për shkak se ai mbaj në mbi dy shtylla, le të themi. Fuqia hegemoniste e Shtetit Bashkuar të Amerikës në gjitha pikpamjet ekonomike, ushtarake, kështu me radhë, dhe nga ana tjetër fuqia e ideve liberale, pra një lloj hegemonie liberale në rang ndërkombëtar. Ne kemi të bëjmë me transformime strukturore që i ka kolapsuar, pothuajse të dyja këto. Dhe kemi hyrë në një situatë ku fuqia është shpërndar dhe kemi rritjen e fuqive të tjera, përfshirë të Kinën, Indinë e kështu me radhë, dhe nga ana tjetër kemi hyrë në një epokën e pragmatizmit, e cila përputhet me erozionin e vlerave liberale. Dhe në këtë kontekst kam përshtypjen që duhet të shohim edhe presidentin Trump, sepse ai duke ardhur edhe nga bota e biznesit, ka instiktin e zgjidhjeve pragmatike dhe besoj që është në përputhje edhe me kohën, me natyrën e kohës në të cilën ne po jetojmë. Tani, duke ardhur tek pyetja juaj, nëse ka patur informacion. Natyrisht që Irani ka patur një lloj pritshmërie për konfliktin. Po ato e kishim dhe ne, kur pam dhe avionët do dy që po flasim temi. Le të bëjmë vetëm një. Kështu si ka shkuar puna, mos ndoshta i thënë. Le të bëjmë vetëm një. Sulmojmë. Le të bëjmë vetëm një analizë të shkurtër. Kështu që hiç çka për tesh njerëz se mos i vrasësh. Kishte disa faktorë. Sepse pa aktiviteti nga sateliti, me kamion të që të rriqnin njerëz, pajisje, nuk e di. Se besoj që të rriqnin uranium. Ti duhet ta dish më mirë, po. Nëse Irani do të kishte informacione në pikpamje të inteligjencës ushtarake për sulmet, do kishte parandaluar sulmet e Mossadit. Aty kishin infiltruar skuadra të tëra të Mossadit dhe realizuan një sulm dhe operacion spektakolar brenda Iranit, brenda terrenit të Iranit. Në këtë pikpamje, dhe u tentua sërish diçka e tillë. Që ata kishin informacion konkret që do të ndodhte kjo. Dhe ai ishte një lloj Pearl Harbori për vetë Iranin, se u kapën në befasi. Por, në pikpamje të analizës strategjike, të gjitha ide të çojnë që mund të kishim një konflikt të tillë. Pse? Sepse Izraeli, në bindjen time, e perceptoi këtë si momentin e fundit ku mund të tërhiqte Shtetet Bashkuara të Amerikës në konflikt, dhe ky është thelbi, besoj, i sulmit. Mirë, do të shkojmë pak në publicitet, do të flasim pak në fillim të pjesës dytë, sa gjasa ka këtë veprime të tjera të rënda, të rëndësishme luftarake midis Izraelit dhe Iranit. Themi pas pak.